sot që flasim ne, Serbia është shteti më i militarizuar pra në të gjithë rajonin. Është më shumë se Ukraina që është në luftë, është më shumë se Rumania që është anëtare e NATO-s, është më shumë se Ukraina se Kroacia që është anëtare e NATO-s, është më shumë se Hungaria që është anëtare e NATO-s, sigurisht më shumë se Shqipëria që është anëtare e NATO-s, se Maqedonia që është anëtare e NATO-s, se Malizi që është anëtare e NATO-s. Dhe çfarë ka bërë me gjithë të gjë? Vazhdimisht ka pas një politikë që i ka destabilizuar gjithë. Është munduar të destabilizoj Bosnjën jo pak, po disa herë. Është munduar të destabilizoj Malinezi jo pak, po disa herë. Është munduar të destabilizoj Kosovën jo pak, po disa herë. Është munduar të destabilizoj Maqedoninë e Veriut jo pak, po disa herë. Atëherë, çfarë faktori human, fetar apo politikësh? Njëri i cili me politikën e vetë dhe me qeverisjen e vetë ka bërë destabilizimin e rajonit jo pak, po disa herë. Kishte një reagim të ashpër nga Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë? Mendoj i vonuar, por unë mendoj që Shqipëria duhet të ketë linjën që kanë ndjekur dy presidentët e fundit të Shqipërisë, presidenti Meta dhe presidenti Begaj, zero kontakt me Serbia. Derisa Serbia të zgjidhë përfundimisht marrëdhënie me Kosovën, Shqipëria dhe Serbia janë antarë në disa nisma rajonale, po këtu duhet të përfundojë, nuk ka arsye. Për sa kohë është një Serbi e tillë? Sepse është një Serbi e cila me gjuhën e qeverisë, pra me gjuhën e një ministre, antare e kabinetit ministri është institucion kushtetues dhe me gjuhën e presidentit flet hapur se çfarë mendon dhe çfarë gjykon. A e bën këtë në funksion të zgjedhjeve të radhës? Me siguri është kjo arsye, por kjo Serbia janë fakte ato që ndodhen në Banjsk, ato që ka ndodhur në Bosnjë, armatimi pafund i bler nga gjithë bota e tjerë, janë fakte. Nuk janë. Ka bler raketa balistike nga Kina. Po kanë bler raketa balistike, kanë bler avion, kanë bler helikopter. Shiko, ka investuar shumë. Vetë fakti që burrej me këtë sigurisht, vetë fakti që ka një numër pafund repartesh ushtarake që rrethojnë Kosovën në kufinë e Kosovës, tregon se çfarë ka në mendje ai zotëria dhe ata si njerëz. Sigurisht që ata e kanë qartë që në Kosovë është NATO dhe nuk mund të nisë një luftë me NATO-n, por kjo nuk mund të mjaftojë, sepse Kosova duhet nga ana tjetër me shpresën që të ketë një qeverisje tashmë stabil pas këtyre zgjedhjeve, duhet vazhdoj të konsolidoj sistemet mbrojtëse të Kosovës, qofshin ato raketore, qofshin ushtarake, qofshin policore, qofshin të inteligjencës, qofshin kibernetike, sepse de facto Serbia është kjo për cilën e flas.